prokurori ka kërkuar që ne po bëjmë verifikime sepse po verifikojnë pasurinë e ish vjerrës apo ish bashkëshortes së zotit Meta. Prokurori aty foli vetëm për të gjithë të tjerët, por nuk përmendi në asnjë moment ku ishte korrupsioni, ku ishte lobimi, ku ishin të gjithë ato që janë folur për zotin Meta, dhe unë aty nuk isha avokati as i zonjës Kryemadhi, as i vjerrës dhe as si të gjithë atyre cilët akuzohen. Unë isha i zotit Meta, ja thash zotit gjyqtar që unë jam përfaqësues i zotit Meta. Këtu përmend çdo njeri tjetër, përveç se zoti Meta nuk u përmend. Tani çfarë tu them unë juve që po mbahet aty në paraburgim? Zoti Meta nuk ka karta. Nuk ka përdorur asnjë kartë, po nuk ka përdorur tani. Shikoj, juve doni të hapni lajme. Kartën e ka përdorur ish bashkëshortja e zotit Meta. Nuk ka zoti Meta, nuk ka kartë, nuk ka ardhur asnjë numër llogarie në emër të zotit Meta. Nëse u fol për çdo gjë, po vetëm për zotin Meta, nuk u fol. Kjo ishte. Dhe ne kërkuam kohën tonë që të shikojmë çfarë organi procedurës pretendon dhe kush arsye pse duhet të qëndrojnë para burgimit. Ne garanci pasurie nuk i vendosim dot gjykat se zoti Meta nuk ka pasuri. Ua kam thënë 100 herë dhe vazhdoj ta them. Janë zero pasuritë e presidentit Ilir Meta. Pasuritë në planetin Tok janë zero. Ju thash, vazhdoj të them, të marrin Elon Muskun, t'i çojnë në hënë që të gjejnë pasuritë e zotit Meta, për të cilën është ndërtuar ai mal i madh i akuzave nga llumi i të gjithë llumit të kësaj shoqërie, që zoti Meta ka pasuri, nuk ka, e ka zero pasuri.